Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Zet Meçiti garanton marrjen e masave pas zjarrit të rënd në vendin e depozitimit të mbetjeve elektronike në Trubarev. Institucionet kompetente informuan se ekipet kanë qenë në terren që nga momenti i parë dhe kanë ndërmarrë hapa, kanë ndërmarrë masa dhe rregullisht e kanë njoftuar opinionin. Vendi i djegur është mbuluar me rër për të parandaluar djegjen e mëtejshme të substancave të rrezikshme. Zyrtarisht informohet se ekipi nga laboratori Ambicon, pranë UGD-s në Shtip, ka vendosur stacione mace për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe se brenda një jave priten rezultatet e para. Ministria do të informojë opinionin më njëherë pas marrjes së rezultateve përfundimtare nga analizat. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin e thellë për zhvillimet e fundit që konfirmojnë qartë rritjen e ndërhyrjes së botës serbe dhe ndikimit rus në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pozitarja shqiptare thotë se dëshmi e kësaj ndërhyrje është dhe rasti i fundit me aktorin serb-rus Milos Biković. Këto fakte sipas BDI-s tregojnë qartë se nën qeverinë aktuale Republika e Maqedonisë së Veriut po shfaqen hapje gjithnjë më të mëdha ndaj ndikimeve të huaja që rrezikojnë kursin euro-atlantik të vendit. Tashmë doli në pa. Ideja e Mickoskit, vegël e projektit famkeq të botës serbe, është të pengoj bashkimin dhe përfaqësimin e fuqishëm të shqiptarëve. Vetëm në këtë mënyrë, ai dhe patronat e tij nga Veriu do të mund të vazhdojnë të poshtrojnë popullin shqiptar, duke mbajtur në pushtet politikanë shqiptar të nënshtruar e të dobët, si ata të Vlenit, që heshtin vetëm për të ruajtur karriget e tyre. Edhe Alianca për Shqiptarët shpreh shqetësimin e thellë lidhur me promovimin dhe përkrajin që pushteti aktual i jep projekteve të lidhura me figura dhe struktura që hapur përfaqësojnë interesat e botës serbe dhe ndikimit rus në rajon. Takimi i kryeministrit Istra Mickovski me aktorin serb Miloš Biković, i cili së fundi ka marrë shtetësi ruse me dekret të presidentit Vladimir Putin, sa ka qenë i pritur prej tij për rolin në filmin propagandistik Kufiri Ballkanik, thon nga Alianca për Shqiptarët. Ndërkohë që ndikimi i botës serbe dhe projekteve me përkraje ruse po shtohet në vend, Vleni duket më interesuar të manipulojë opinionin me histori të kaluara se sa të reagojë ndaj zhvillimeve reale që rrezikojnë sovranitetin dhe orientimin perëndimor të Maqedonisë së Veriut, thuhet në reagimin e opozitares shqiptare. Rajoni. Komandanti i Forcës Kosovës të udhëhequr nga NATO, general Enrico Barduani, paralajmëroi se situata në Kosovë është e qëndrueshme por mbetet subjekt e rreziqeve të përshkallëzimit papritur për shkak të një sër çështjesh të pazgjidhura. Sipas tij, pavarësisht sfidave në terren, KFOR-i ka mbajtur kursin e tij duke ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit dhe shmangjen e incidenteve që mund të kishin çuar në shpërthime të paqëndrueshmërisë, si dhe në mbështetjen e përpjekjeve diplomatike. General Major Barduani foli dhe për forcimin e misionit përfshir vendosjen e përkohshme të forcave rezerv, si dhe për ruajtjen e një qasje fleksibël në terren përmes patrullimeve të rregullta, kontakteve me komunitetet lokale dhe aktiviteteve trajnuese. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka deklaruar se Berlini ka lëshuar një mesazh të qartë në lidhje me mbylljen e fundit të fondit të pensioneve dhe sigurimeve shëndetësore në Mitrovicën e Veriut. Nevojitet koordinim dhe bashkëpunim, jo me hapa të përshkallëzuar, thuhet në deklaratën e kësaj ambasade, e cila një herësh përcjell deklaratën e drejtorit për Ballkanin Perëndimor, Turqinë, Këshillin e Evropës, DSB e Ministrisë së Jashtme Federale Gjermane, Michel Riefenstahl. Në të i bëhet thirrje Kosovës që të përmbahet nga shënjestrimi i institucioneve shëndetësore të drejtuara nga Serbia. Shteteve të Bashkuara i duhet një partner në Kosovë i cili e kupton nevojën për të shmangur veprime destabilizuese, të avancojë stabilitetin rajonal dhe të mbrojë të drejtat e të gjithë qytetarëve të Kosovës, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë. Zëdhënësi e dha deklaratën pak ditë pasi SBA-ja pezulloi për kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ai tha se e ngarkuara me punë ambasadën amerikane Anu Patripati mban takime të rregullta me Kurtin dhe se ne ja kemi paraqitur drejt për drejt kryeministrit shqetësimet tona në këto takime dhe kemi bërë plotësisht të qartë qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria hap edhe 4 kapituj të tjerë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Me ftesë së presidencës daneze të BE-s në Bruksel u mbajt konferenca e 6 ndërqeveritare Shqipëri-BE. Në këtë mënyrë Shqipëria hedh një tjetër hap të rëndësishëm drejt antarësimit në BE pasi 4 kapituj u shtohen 24 kapitujve të negociatave për antarësim që janë hapur në vetëm 11 muaj. Konferenca e 6 ndërqeveritare Shqipëri-BE kushtohet grup kapitullit të 4 si agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Në të janë përfshirë dhe kapituj si politika e transportit, energjia, rrjetet transeuropiane, mjedisi dhe klima. Shqipëria ka çelur deri më tani 4 nga 6 grup kapituj të ashtu quajturin themeloret marrëdhëniet me jashtë.
pas hapjes së 4 grup kapitujve të radhës me Shqipërinë. Në konferencën e përbashkët në Bruksel me kryeministrin Edi Rama si dhe me ministrin e çështjeve europiane të Danimarkës, Marie Bjerre, komisioneri europiane për zgjerimin Marta Kos tha se shpejtësia e Shqipërisë për integrim në BE është mbretëlënse. Kos theksoi se ka mbetur dhe një grup kapitull që sipas saj do të hapet së shpejti. Shpejtësia e Shqipërisë është mbretëlënse, ende nuk ka bërë një vit në detyrë. Dhe kjo është hera e 4 tashmë që ne çelim një grup kapitull negociatash me Shqipërinë gjatë mandatit tim. Kjo na çon në 5 grup kapituj të hapur dhe 28 kapituj të çelur. Ka mbetur edhe një grup kapitull dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë këtë gjë së shpejti. Komisionere e Bashkimit Evropian kërkoi që Shqipëria të vijojë me këtë ritëm duke përfshirë edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat në mënyrë që të përmbyll kapitujt në vitin 2027. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që të përmbushin piketat e ndërmjetëve. Kjo është e rëndësishme që ne të nisim të përmbyllim kapitujt. Ministrja për çështjet europiane të Danimarkës pas konferencës së 6 ndërqeveritare BE Shqipëri në Bruksel vlerësoi ecurinë e procesit të integrimit. Marie Bjerre tha se duke patur parasysh agresionin e fortë të Rusisë në Ukrainë, zgjerimi është një nevojë gjeopolitike. Na duhet që të ecim përpara me zgjerimin për një BE më të fortë, më të sigurt dhe saktësisht kjo është arsyeja pse zgjerimi është një përparësi kyçe për presidencën daneze. Edi Rama deklaroi se sfida më e madhe e Shqipërisë në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian është të rishpik veten. Në konferencën e përbashkët për shtyp me komisionerin për zgjerimin Marta Kos dhe me ministren për çështjet europiane të Danimarkës, Marie Bjerre, kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se kërkesat janë sfiduese edhe për shtetet anëtare për të ruajtur dhe mbrojtur standardet. BE-ja të jep mjetet për të rishpikur veten si kom, për të rishpikur veten si vend dhe për të rishpikur veten si shtet. Në këtë proces besoj që BE-ja na ka ndihmuar ne si shumicë të rishpikim veten, nëse duam ta bëjmë këtë gjë. Kryeministri theksoi se presim me padurim të hapim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij fundviti. Sot çelëm një tjetër grup kapitull që në fakt përbëjnë 5 grup kapitull në 11 muaj dhe me sa di unë ky është një rekord. Presim me padurim të çelim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti. E di që është shumë ambicioze, por është ajo çfarë duam të bëjmë dhe me shpresë do ta bëjmë së bashku. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se në kuvend është shkelur rënd kushtetuta dhe rregulloria parlamentare. Në mbledhjen e grupit të Partisë Demokratike ai akuzoi mazhorancën për përqendrim të pushtetit dhe shtypje të pluralizmit. Ky është përqendrimi më i madh i pushtetit që mund të ekzistojë në një vend. Në diktaturat autokratike, ky përbën përqendrimin më maksimal të pushtetit në një dorë. Kjo është e vërteta. Nuk mund të ketë. Shqipëria nuk plotëson asnjë standard. Dokumenta themelore ndërkombëtare të partive të qendrës djathtë. Edi Rama përdor institucionet për të shtypur pluralizmin. Sipas tij, Shqipëria nuk plotëson asnjë standard për antarësim në Bashkimin Evropian përveç pozicionit të saj gjeostrategjik. Se Shqipëria nuk plotëson asnjë standard në këtë proces gjerësor përveç pozicionit gjeostrategjik të saj, të cilin kjo e ka patur që kur është formuar bota. Berisha theksoi se vendi është ndruar në një narkoshtet dhe epiqendër të trafikut të drogës. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve reagoi pas kritikave të kryeministrit Edi Rama ndaj gjyqtarit Marko Boshku. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve thotë se ky është një sulm i paprecedent dhe i papranueshëm. Në deklaratë, shoqata kombëtare e gjyqtarëve thotë se postime dhe komente si ai që është bërë ndaj gjyqtarit Marko Boshku janë në kufit e veprës penale dhe si të tilla do të monitorohen nga kjo shoqatë, duke vendosur dhe hapat që të ndërmerren në çdo rast. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë konstaton e revoltuar se sërish kreu ekzekutivit shqiptar në një mënyrë tërësisht të paprecedente dhe të papranueshme ka sulmuar një tjetër gjyqtar të gjykatës administrative të shkallës së parë në Tiranë, Marko Boshkun.
Kryeministri Edi Rama reagoi pas vendimit të marrë nga gjyqtari Marko Boshku për rikthimin në punë të një drejtuesi rajonal të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i cili jo vetëm kishte marrë pjesë në një ndërtim pa leje në Ksamil, por pretendoi se kishte mashtruar me shkrim duke deklaruar legalizimin e ndërtimit me gënjeshtër se ndërtimi ishte bërë në vitin 2018. Në një reagim në rrjetet sociale, Edi Rama shpreh se një tjetër sport tradicional i gjykatësve, pa flamur dhe pa det të drejtësisë së vjetër fatkeqësisht vazhdon të ushtrohet nga gjykatës më të rinj, të cilët duhet të mbajnë lart flamurin e drejtësisë së re me pavarësinë, profesionalizmin dhe integritetin e tyre. Merret kryeministri Rama ka reaguar dhe ndaj vendimeve të marra nga gjyqtar dhe prokuror në favor të disa ndërtimeve pa leje. Kuvendi i Shqipërisë zgjedh kryesin. Lodiana Spaju vendosë zëvendës kryetare e kuvendit me propozim të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Agron Gjekmarkaj u zgjodh zëvendës kryetar me propozim të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kryetari i kuvendit Niko Pelleshi lexoi në seancë plenare projekt vendimin për zgjedhjen e dy zëvendës kryetarëve të kuvendit pas këshillimit me kryetarët e grupeve parlamentare. Bota. NATO po zgjeron misionin e saj ajror Eastern Sentry në krahun lindor të territorit të bllokut pas një incidenti të fundit me dron rus që hyn në hapësirën ajrore të Polonisë. Britania e Madhe njoftoi se do të kontribuojë me avion luftarar tip Typhoon, njoftoi shtabi i lartë i alatëve të NATO-s në Europë. Përveç tyre, Italia, Spanja dhe Suedia gjithashtu kanë shprehur gatishmërinë për të marrë pjesë në mision. Italia synon të ofrojë 2 avion Eurofighter, bëhet e ditur sipas Agjencisë Italiane të Lajmeve ANSA. Deri tani Gjermania ka angazhuar rreth 4 avion tipit Eurofighter për fluturime mbrojtëse të armatosura. Franca ka ofruar 3 avion Rafael, Republika Çeke ka angazhuar 3 helikopter dhe Danimarka ka premtuar 2 aeroplan tip F-16 dhe një fregat mbrojtje ajrore. Britania e Madhe nuk ka specifikuar ende numrin e avionëve që do të dërgojë. Presidenti polak Karol Nawrocki i bëri thirrjen NATO-s të forcojë mbrojtjen pas një ndërhyrje të dronëve rus në hapësirën ajrore të Polonisë. Në një intervistë me gazetën gjermane Bild, Nawrocki tha se duhet të bëjmë gjithçka që të jemi gati për luftë sepse vetëm kjo siguron paqen. Ai shtoi se priste që sulme të tilla në territorin e NATO-s të mos ndodhin përsëri, dhe sa aleanca do të ishte dhe më e përgatitur. Vetëm sanksionet e Trump mund të ushtrojnë presion mbi Putinin për t'i dhënë fund luftës dhe për të ruajtur integritetin territorial të Ukrainës, ai duke shtuar se Europa duhet ta mbështesë atë në këto projekte. Qeveria britanike kritikoi ashpër fjalimin e Elon Musk përmes videokonferencës në demonstrata të mëdha të djatëve në Londër. Kryeministri Keir Starmer i quajti deklaratat e Elon Muskut si të rrezikshme, por megjithatë refuzoi sanksionin ndaj miliarderit. Starmer shkroi në platformën X se Britania e Madhe është një komb që krenohet për tolerancën, diversitetin dhe respektin. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.